Mikeshe, në kulmin e dhimbjes, ndihmoje shpirtin tënd të gjejë qetësinë, por mos ju urdhëro ritmës të dalë. Vetëm lejoje, por mos harro, vetëm aq sa ta lejoj zemra. A e menduar ndonjëherë për lule të braktisura apo engji? Masakron? Dëshor si pin vet heroina nga lotët që nuk i kanë qarmë. Zemra e tyre e vogël dridhet nën tokë, duke u lutur si një kafshë e plagosur. Mos më lër vetën në shpirtrat e tyre të trazuar, të lidhur nga dashuria e përjetshme, nuk mund të gjejnë prehje nën tokë. Ke parë ndonjëherë një kafshë të plagosur? Si vrapon në heshtje drejt larit? Ose një zog të plagosur, ta shohësh si kërkon vetë qiellin. A do të mundje ti të besoje se bukuria është dënimi më i butë? Ti shohësh nënat si ndjejnë krahët e tyre të shtrirë drejt qiellit dhe lypin. Mos më lër vetëm, fëmia jë. Ato ndjejnë zemrën e fëmijës së tyre, që rreh nën tokë. Janë zemra e tyre që e refuzon të vdes. Fëmia im më shpërndan, pak nga pak, me çdo kujtim. Jo sepse ike, por sepse ike pa mua. Fëmia im, të lutem, ktheu tek unë. Nuk mund të vazhdoj, jo pa ty. Nata bëhet një altar malli, si një kamban e fyer, që tingëllon tamam si një mas vdekjeje. Për të dëgjuar zërat e nohër, si ish ndrohet dhe dal. Është vështirë, fëmia im. Më vem jeta. Më vem toka që të sheh. Fëmia im, sikur ta dije sa shumë më mungon, mos më lër të besoj se nuk jam më nëna jote. Asgjë nuk është më e rrallë se të jesh nën pa fëmijë. Nuk ka tingull në tokë që mund të mbajë pa dhimbje një nën. Ato dëgjojnë zemrën e fëmijës së tyre që rreh nën tokë. Më jep një shenjë, një fllad, mos më lër të besoj se ke ikur për gjithmonë. Si të jetoje gjallë me ty të vdekur brenda deri. O Zot, dua mbrapsht, dua frymën e tij të fundit. Dua ta fus në kraharorin tim dhe ta mbaj atë. Se më le të lindja nëse e dije që do ta merri. Shikoni tek unë, shikoni një nën pa fëmijë. Kjo është drejtësia juan? O Zot, duhet të më kishe dhënë një armë, jo një shpirt për të dashur. Gjus, kjo është një histori që toka e mban të fshehur, tamam si një fëmijë të vdekur. Rri me dyllin e shkrirë në gishta, me fytyra të ashpra, si shkëmbim të thyer, me mendimet e rrëzuara në humnerën e dëshpërimit. Të dëgjosh si i thrasin fëmijët e tyre të vrarë, qajnë dhe thonë, nëna jote është këtu, shpirti vogël, nuk shkon askund. Mall, shpirti im, nëse s'mund të të mbaj në krah, të paktën të ruaj. Këtu jam, gjithmonë këtu, fëmia im. Të premtoj që nuk iki pa ty, dhe aty mbetën gjatë, net të tëra, sepse çfarë të besosh? Shumicën e rasteve, një nën nuk largohet kur. Ajo mbetet aty, mes jetës dhe vdekjes, në vendin ku fle fëmia. Ajo mbetet aty, ndonjëherë, madje për gjithmonë. Se toka të fsheh nga sytë e mi. Fëmia im, të lutem, eja tek unë. Të lutem, zëri i saj ishte lutje dhe endje në të njëjtën kohë. Shumë nëna i japin shpirtrat e tyre në krahat e dashurisë. Dashuria e t'i kalon tëgjë. E tillë është lidhja e përjetshme midis nënës dhe fëmijës. A ke mësuar të vdesësh ë? Që të mund të jemi sërish dashk. Për herë të parë, në të gjitha ato net, nëna e kuptoi të vërtetën. Fëmijët e saj nuk mund flinë bë. Nuk ishte më zë, nuk ishte më rrugë, dhe nuk ishte më këtë të rishta. Atëherë nëna, duke parë kështu, u shtrim mbi varr. Dhe çosh, nuk u ngrit më kur. Dhe varri i eshtur e ruajti sekretin. Atë natë askush nuk thërriste më dhe askush nuk përgjigjej më. Më mëso, Zot, si t'i them shpirtit tim se duhet të ecë përpara, e vetëm të më braktis. E detyruar ta digjaj? Do të shmendesha,
sikur të kisha mundur, o Zot, të kisha mundur të rija pranë shtratit vdekjes nator. Duke jetuar jetën, ndonjëherë duhet të mësosh të humbasesh në harres. Kush mund të adorojë dhimbjen e të qenit i lumtur? Ndonjëherë e vërteta është një tradhti e madhe. Disa çaste la mbajnë lidhur deri në vdekje. Jeta, ndonjëherë e shtyr, kërkon të paguhet në afat. E njeh joshen që vjen nga dhëmara? Buzëqeshja e bukur që fsheh davot. Dora që vret me butësi. Shija e hidhur e detyras? Në të vërtetë, ndjenja është disi një vuajtje, ndaj jepi dhimbjes aq sa kërkon natyra, jo zakoni. Është e vështirë të luftosh kundër zemrës, sepse të gjitha dëshirat e saj mund t'i plotësosh vetëm me çmimin e shpirtit. Prandaj, kur zemra është e plagosur, të lotojnë syt, por dëgjuesi, në mos përputhje me natyrën e vet, a nuk do të thotë kjo se duhet pranoj që shpirti nuk më është ndar? Më thuaj, o Zot, e vërteta nuk duhej të ishte e lehtë që të mos mund të biesh kaq rënd. Rëndes në zemër? Se fjala nuk duhet lënë poshtë si një barë që të rëndon, apo jo? Jetën e ke për ta jetuar apo për ta flijuar? O Zot, që të mund të kuptoj e kam shkatruar veten krejtësisht. Ndjej se koha nuk është mami grim. E dëgjoj gjithmonë pyetjen e ti, me përshpëritje. Ke mësuar të vdesësh? Nëse nuk kam ditur si të jetoj, të paktën të kisha mësuar të vdes, apo jo? Çfarë ki them? Kur ende po përgatitesha të mësoja, të jetoja. Ja, po përgatitem të përballem me vdekjen dhe në fund të fundit një shpirt për t'u vrarë. Natyra ma ka dhënë. Sa mirë, të paktën nuk ankohem kundër vdekjes. Sinqerisht, pikërisht për këtë kam linë. Nuk di si ta them, por besoj se jam me një zemër të tharë. E ngjen gëzimin e syre të mi të vdekur në lot. Dëgjues, shkruaj që të mos bërtas. Ende nuk kam mësuar të marr frymë dhe të ulëri në të njëjtën kohë. E ndjen sulmin energjik të fjalëve të mia? Të vdekurit nuk mund saze. Me veshjen e shurdhër, rrin në këshillin e marrëdhënies. E ndjen zërin përfundimtar të kafshës së vrarë për hirin ton. Përbindesh i natës, nuk këndoj më këngë, nxjerr vetëm rënkime. Mashirimi im i mjerë, duke dashur të mirën time, sjell vetëm të keqen. Si ta gjej ligjin e mirëkuptimit? Vëzhgoj hollësinë e shkrimit tim, si të shkruaj me thikën në dorë. Fjalët që do t'i them nga një hap i varfër, i veshur me një leck, t'i shërbej kuptimit të ekzistencës, nga mençuria do të bie drejt në humner, vlla. Për çfarë shërben lutja kur uloret pendici? Disa të vërteta duhet të mbahen e kafas, si një kafshë e egër. Por kur ajo, një shpirt i qetë i duron të gjitha, apo jo? E gjithë jeta ime më shfaqet para syve, tani. Ajo që më ka mbetur lidhet më shumë me vdekjen. I lidhur pas vuajtjes gjithë jetën, në fund të dëshirës sime, tani besoj se më ka mbetur vetëm mbytyja. Ik shpirti im, që të mos kash nga dhimbja. O Zot, gëzimi i syve të mi, të vdekur në lot. Dhe kam ecur nga dal, me hapa njeriu që ka humbur busullën e jetës, thoshte. Jam vetëm një varë që eza. Nuk jam më nën. Dëgjues, ndonjëherë do të doje të mund të fifje gjithë helmin nga lulet e helmuara. Të ndjesh qetësinë e errësirës. Të dëgjosh si zëri i nënave shpon hestin. A je menduar ndonjëherë çfarë është hestja? A është vallë të dëgjosh dhimbjen duke qarë? Rri pranë kryqit me lodrën e tij të preferuar, të shtrënguar fort në kraharor. Lotët përzihen vazhdimisht me gjakun e kujtimeve. Pse o Zot, vazhdon të rrjev jeta në mua, nëse ajo nuk mund të rrjev më në të. Filloi të gërmonte me duar në tokë, duke i shkatruar mishin në gur. Thojnë t'i kputeshin, gjaku i përzihej me baltën, por nuk mund të ndalej. Dhe i dukej sikur dëgjonte, "Mami, pse më thërret?" Nuk jam më i plot hani. Ajo u deviu, sepse të dua dhe sepse nuk mund të jetoj pa të ndjer pranë.
Era unë dal papritur, si kur vareza mbante frymën. Ai mendon se ndonjëherë era fryn vetëm për të zgjuar të vdekurit. Nëse e mbështet ballin më gjatë në tokë, do të dëgjosh se gjithçka e bukur dhemb. Të shije si lotët binin mbi tokë si rrahje zemre të humbur. Mund të mendojë se kishin sjellë veun e tyre të trishtuar. Zemrën e tyre si një ofertë. O Zot, si t'ja shpjegoj një shpirti se ndarja nuk është tradhti, por çlirim. Shku kam vazhduar, unë, duke kaluar dorë për dore, ai duke qarë në heshtje dhe të dy duke u përpjekur të mësojmë çfarë do të thotë të vazhdosh përpara. Ndoshta shpirti është si një kafshë e plagosur, e prek dhe kafshon dëgjuesit. Çfarë mendoni për fëmijët e luftëtarëve të vrarë? Mendoni se do të ngrihen dhe do të kërkojnë llogari nga ata që janë ngarkuar me mallkimin? Lexues, a e ndjen edhe ti dorën e ftohtë të skaluarit son, kush të shtrëngon në fyt, kush del nga varri i të parëve tan? Nuk besoj se ka ndonjë varr aq mirë të mbyllur, sa të mos depërtojnë në të mallkimi. Po jesh i dobishëm për jetën, a nuk do të thotë të vësh në lëvizje shpirtin sipas natyrës së tij? Atëherë pse nënat në ato tharrasi fëmijët e tyre të vrarë? Nëna që e mbante fëmijën fort në kraharor, tani nuk mund ta shtrëngojë më pranë zemrës së saj. Ai tani ndodhet larg në një varr. Disa i kanë dhënë tokës son të trishtuar dhe të munduar zemrën e tyre si flijim. Betoj se do ta donin me gjithçka, me bes deri në vdekje, me gjithë barën e saj të rëndë, dhe nuk do të përbuznin asnjë nga misteret e saj. Kështu, lidhnin jetën e tyre me të. Thoshin se do ta lagin me gjakun e tyre dhe i kërkonin të pranonte trupat e tyre si varr. Nuk kishte ilaçe kundër tërbimit. Të tjerë, larg vendit të tyre, mbanin dhe në xhep që në çastin e vdekjes ta fusnin në gojë, që të mos e linin gjakun e tyre në tokë të fuaj. Kështu ndjente çmimin e lejtës. Thuhet se në çastin e vdekjes kafshonin dheun dhe derdhnin një lot. Thoshin fatmirësisht toka na mbulon nga bina. Historia është zëri i valit. Toka e heronjve është zemra e atyre që janë gjohë. Ata e mundën arsyen e jetës me të vërtetën e vdekjes. Ndjemja është një vujë që tha. Jep e dhimbjes, këtë kërkon natyra, jo zakumi. Asnjëherë nuk ka qenë më i gjallë se në kohën tonë. Sulmi kundër arsyes? Si ti veshësh rreziqet e tua me një të vërtetë të imagjinimor? Suksesi është vetëm në anën e atyre që janë përndjekur. Shumicën e rasteve, shpirti ynë, ashtu siç e përdorim ne, trazoi qetësinë e jetës sonë më shumë se sa i ka shërbyer asaj. Sa e madhe është dobësia e mendjes, kur arsyeja e braktisë. Arsyeja i largon dhimbjet e tjera, por i jep jetë pendesës. Padituria për ata që nuk din është një fatkeqësi. Lunja e papërkujdesur mbetet gjithsesi e egur. Mirësia është e papajtueshme me jetën. I riu është skllav i andrave, duke u rritur bëhet skllav i pendesave. Nuk ka mirësi në dinakri. Mendja na bën shakan më të keqe. Nuk e shihni Karremin ndër dyrat? Mendja është thjesht një makineri prodhimi, fatkeqësie. Besoj se ma ka forcuar pa dashje. Themeli i natyrës ine. Sinqerisht, për ta kuptuar më duhet ta shkatroja plotësisht vete. E thelbi i jetës ime është të kaloj në përfurrën e tmerrit. Nuk mund të debatoj më me provat. Kënaqësia nuk është gjë tjetër veçse një stimulues. Vuajtja. Duke menduar, ky paragjykimi i kufizuar është bërë robi ndjestive të mia. Që tani e tutje, e gjithë rëndësia e jetës do të duhet të jetohet me heqje dorë. Pse bashkohet shpirti dhe ndahet shpirtër? Arsyeja ime tani është mashtruar, verbuar, maskuar. Në ndërgjegje, krijon emocione, i manipulon me dinakëri. Arsyeja tani ndërhyn vetëm në momente të vështira. Gjykata e ndërgjegjes sime po nikundit. Kam qenë gjithmonë i shtyrë nga instiktet e heshtur. Çfarë të bëj? Të futem krejt në përfundime brenda letes, apo të shkoj drejt shkatërimit plot?
Nëse dua të kuptoj në mënyrë njerëzore, më kap çmenduria. Me që është e pamundur të arritë njohuria, duhet të filloj të shkruaj. Nuk më pëlqen të marr frymë nga paragjyqimi. Të këpus në mendje lidhjen time me Edën. Mi gjë është të shohësh dritën e ditës, të ngarkuar, me hir, dhe një tjetër gjë është ta paguash o njeri. Të gjithë kërkueset në fund përfundojnë duke u dorëzuar ose duke u dëshpëruar. Duke u bërë lirik tani në vuajtje, kuptimi i jetës sime është i pashërueshëm për mua, i humbur. Beso, gëzimi vërtet është një gjë e rëndë. Nëse mungon qëllimi, gjeta është një endje pa drejtim. Kërkon shlirimin nga humbja, mundimin e rigjetjes. Shiko se vjetra është një realitet, vëlla. Do dish çfarë arsye e ka organizuar Tasi? Ti falemi Zotit që askush nuk mund të detyrohet të jetojë. Njeriu inteligjent nuk duhet jetojë aq gjatë sa dëshiron, por aq gjatë sa e meriton. Ja pse, për sa kohë të mundem do t'i ndyj venat në sy të qefe. Rishtim, është më mirë të arrehash atë se sa të më shallosh mua. Kultura është kultivimi i arresës. Nuk mund ta komandosh zejan. Dëshira tregon rrugën. Se nuk mund të jetosh pa performuar. Kjo e kaluar musulmonë gjëno. Kujtime, më kanë njohur me një sobë që kur më është lodhur ndërgjegja. Tani kur ekuilibri im është në rrezik, si mund t'i rezistoj tundimit për të importuar? Tani, më shumë se kur, ndjej nevojën t'i mbështes kujtimet e mia pas murit. Ndjej gungën mbyrtëse të kujtimeve në fyt. Mendimet më kafshojnë që tani nga zenga. Besoj se duhet të jap llogari për të gjitha harresat, por ata me ndërgjegje të ndotur nuk mund të jetojnë të qetë. Nga sa di, parajsa nuk mund të ndërtohet me lot. Ekzistenca, nëse nuk mund ta duash, s'të mbetet veç se ta durosh. Sa do e ëmbël të jetë melankolia, trishtimi mbetet gjithmonë i hidhur. Mik, në kulmin e dhimbjes, ndihmoje shpirtin tënd të gjejë qetësinë. Por mos i urdhëro britmës të dale, vetëm lejoje, por mos harro, vetëm aq sa të lejon litari. Si mund të eci dorë për dore me Zotin e trishture? Do doja të isha një lule e rritur mbi një varr, dhe një engjëll i trishtuar e i mërzitur të më këpuste. Njerëz si unë, të shquar, e kanë marrë tokën për varr. Njerëzit i ndan pikërisht ata që i do. Eja, o Zot, të mbësh një djep të përgjakur, dhe gjithë kjo kupë qiellore e mrekullueshme të mund të më shërbej si litar për t'u varur. O Zot, udhhiqe shpirtin tim në ferr, dua të vdes edhe unë i papërvajtuar dhe i pagroposur. Nën, nëse do të më gjesh, mos më jap syt që të mos shoh qiellin. Dëgjues, shiko si qesh mes lotëve. Eja, o Zot, të mbësh një djep të prizan. Dhe gjithë kjo kupë qiellore e mrekullueshme të mund të më shërbej si litar për t'u varur. O Zot, udhhiqe shpirtin tim në ferr. Dua të vdes edhe unë i palotuar dhe i pavarrosur. Nëse do të më gjesh, mos mi hap syt që të mos e shohin qiellin. Dëgjues, shiko si qesh mes lotëve.